3 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e një zjarri që ka rënë mes ditën e sotme në një banesë këtu në Malishev. Deri tash kur po flasim me shkaqet e zjarrit ende nuk dihet, ndërsa policia e Kosovës ka bërë të ditur që viktimat janë babai me 2 fëmijët e tij të mitur. Në anën tjetër, nënkryetari i komunës së Malishevës Vesel Krasniqi ka bërë të ditur se banesat janë banesa sociale të ndërtuara nga komuna e Malishevës dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ngjarja tragjike dyshohet se ka ndodhur rreth orës 13, ndërsa aktualisht në vendin e ngjarjes këtu ndodhen në zjarrtheksit Policia e Kosovës dhe hetuesia. Fatkeqësisht sot nga asfiksimi i zjarrit në banesën e tyre kemi 3 viktima, babain me 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Sapo kemi marrë informacionet, organet tona, prej policisë, urgjenca, emergjenca, gjitha njësitë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe stafi mjekësor i cili e ka bërë të pamundurën, por në momentin kur është bërë njoftimi, paksa ka qenë ndoshta edhe i vonum, janë gjetë pa shenja jete babai me 2 fëmijët e vet. Policia, hetuesia, prokuroria, gjithë ata janë duke kryer punën e vet, edhe ne lutemi edhe i bëjmë presion që sa më shpejt të zbardhet rasti, si ka rrjedh, çysh ka rrjedh. Po ajo çka është e rëndësishme që gjitha organet kanë qenë në vendin e ngjarjes në kohën e duhur, por fatkeqësisht ka qenë e pamundur që t'i shpëtojmë 3 jetë.